Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta, fatkeqësitë më të mëdha që i kanë ndodhur Shqipërisë në 30 vjetët e fundit. Shqipëria ka përjetuar një tranzicion të vështirë nga diktatura komuniste në demokraci, por në vend që të ndërtojë një shtet të fortë dhe të qëndrueshëm, ajo është bllokuar në një ciklik të pafund skandalesh, korrupsioni dhe abuzimi të pushtetit. Në qendër të këtij cikli janë 3 figura kryesore: Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Këta 3 politikanë, të cilët kanë dominuar skenën politike shqiptare për 3 dekada, janë përgjegjës për disa nga fatkeqësitë më të mëdha që i kanë ndodhur Shqipërisë. Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë rolin e tyre dhe si ata kanë kontribuar në problemet e vendit, duke thelluar në detaje dhe faktet konkrete që tregojnë ndikimin e tyre negativ. 1. Sali Berisha, nga revolucioni deri në anarki. Sali Berisha u bë një figurë kryesore në Shqipëri në vitet 1990, kur u shpal si lider i Partisë Demokratike dhe u bë presidenti i parë i vendit pas rënies së komunizmit. Megjithse në fillim u shfaq si një simbol i demokracisë dhe reformave, mandati i tij u mbush me kontroversa dhe skandale. Fatkeqësitë e Berishës. Piramidat financiare dhe lufta civile në 1997. Në drejtimin e Berishës, Shqipëria u bë një vend i egër për skemat piramidale, të cilat mashtruan mijëra familje dhe çuan në një krizë ekonomike dhe sociale. Këto skema, të cilat premtonin fitime të mëdha për investitorët, u bën të pamundura për të shlyer, duke shkaktuar humbje të mëdha financiare për qytetarët. Kjo krizë shpërtheu në një luftë civile në vitin 1997, duke shkaktuar dhunë, shkatërim dhe humbje jete. Berisha u detyrua të dorëzohej nga pushteti, por pasojat e kësaj periudhe janë ndjerë deri sot. Manipulimet elektorale dhe shtypja e opozitës. Berisha është akuzuar për manipulime elektorale dhe përdorimin e aparatit shtetëror për të mbledhur votat. Gjatë mandatit të tij, opozita dhe mediat kritike u shtypën, duke krijuar një klim frike dhe ndarje në shoqëri. Një shembull i njohur është rasti i zgjedhjeve të vitit 1996, të cilat u bën të njohura për padrejtësi dhe shkelje të procesit demokratik. Privatizimet e diskutueshme. Në vitet 1990, Berisha lejoi privatizime të shpejta dhe të korruptuara të ndërmarrjeve shtetërore, duke favorizuar një grup të vogël njerëzish dhe duke shkaktuar varfërimin e një pjese të madhe të popullsisë. Shumë nga këto privatizime u bën pa transparencë dhe u quajtën korruptive, duke krijuar një elitë të re ekonomike që mbështetej në marrëdhënie të ngushta me pushtetin. 2. Edi Rama, nga premtimet e mëdha në realitetin e korrupsionit. Edi Rama u shfaq si një figurë e re dhe premtuese në politikën shqiptare në fillim të viteve 2000, kur u bë kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe më pas kryeministër. Megjithse ai premtoi reforma dhe ndryshime, mandatet e tija ka qenë të mbushura me korrupsion, abuzime dhe shkatërim të mjedisit. Fatkeqësitë e Ramës. Urbanistika e anarkizuar. Në drejtimin e Ramës, Tirana dhe qytetet të tjera janë shndërruar në një kaos urbanistik. Ndërtimet e paligjshme dhe korrupsioni në licencim kanë shkatëruar pamjen dhe identitetin e qyteteve. Projekte si shkatërimi i teatrit kombëtar dhe ndërtimi i objekteve të reja pa konsideruar rregullat e planifikimit urban janë shembuj të qartë të kësaj anarkie. Kjo ka çuar në protesta të mëdha nga qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat akuzojnë qeverinë për mungesë të plotë të respektit për trashëgiminë kulturore. Korrupsioni në qeveri. Rama dhe qeveria e tij janë akuzuar për korrupsion në nivele të larta. Nga zëvendës kryeministrat deri te ministrat, shumë figura të PS-s janë në hetime për abuzim të pushtetit dhe pasuri të pashpjegueshme. Një shembull i njohur është rasti i Damian Gjiknurit, ish ministër i energjisë, i cili u arrestua për korrupsion dhe abuzim në projekte energjetike. Shkatërimi i mjedisit. Në qeverinë e Ramës, Shqipëria ka përjetuar një shkatërim të pamëshirshëm të mjedisit. Nga ndërtimet e paligjshme në zonat e mbrojtura deri te korrupsioni në licencimin e projekteve minerare, mjedisi ka qenë një nga viktimat kryesore të politikave të PS-s. Një shembull i njohur është shkatërimi i lumit të Vjosës, i cili ka shkaktuar protesta të mëdha nga organizatat mjedisore dhe qytetarët. 3. Ilir Meta, nga lideri i reformave në simbol i korrupsionit. Ilir Meta u shfaq si një lider i ri dhe premtues në politikën shqiptare në fillim të viteve 2000, kur u bë kryeministër dhe më pas president. Megjithse ai premtoi reforma dhe ndryshime, mandati i tij ka qenë i mbushur me korrupsion, abuzime dhe skandale. Fatkeqësitë e Metës.
Korrupsioni dhe pasuritë e pashpjegueshme. Meta është akuzuar për korrupsion dhe pasuri të pashpjegueshme. Gazetarët dhe organizatat ndërkombëtare kanë nxjerrë në pa mënyrën se si ai dhe familja e tij kanë pasur një rritje të papritur të pasurisë personale gjatë viteve që kanë qenë në pushtet. Një shembull i njohur është rasti i Vettingut, ku Meta u akuzua për ndërhyrje në procesin e reformës në drejtësi. Abuzimet e pushtetit. Meta është akuzuar për abuzimet e pushtetit dhe përdorimin e pozitës së tij për të favorizuar interesat personale. Një shembull i njohur është skandali i Vettingut, ku Meta u akuzua për ndërhyrje në procesin e reformës në drejtësi. Politika e ndarjes dhe konfliktit. Meta ka ndjekur një politikë të ndarjes dhe konfliktit, duke krijuar tension dhe destabilizim në shoqëri. Ai ka qenë një figurë kontroversiale që ka ndarë shoqërinë shqiptare në vend që ta bashkojë atë. Një trashëgimi i fatkeqësisë. Edi Rama, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë qenë tre nga figurat më të njohura dhe më kontroversale në politikën shqiptare të 30 viteve të fundit. Megjithse secili prej tyre ka pasur rolin e tij në tranzicionin e Shqipërisë, ata kanë qenë gjithashtu përgjegjës për disa nga fatkeqësitë më të mëdha që i kanë ndodhur vendit. Nga korrupsioni dhe abuzimet e pushtetit deri te shkatërrimi i mjedisit dhe ndarja e shoqërisë, këta tre politikanë kanë lënë një trashëgimi të errët që vazhdon të ndikojë në Shqipërinë e sotme. Nëse dëshironi një të ardhme më të mirë për Shqipërinë, është e rëndësishme të mos harroni këto mësime të së kaluarës dhe të bëni një zgjedhje të ndërgjegjshme në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhja është në duart tuaja. Votoni për një të ardhme pa korrupsion, pa abuzime dhe me respekt për parimet demokratike. Votoni për një të ardhme ku këta tre persona nuk janë më faktor vendimmarrës. Votoni për të drejtën, barazinë, mirëqenien dhe drejtësinë. Votoni për veten tuaj dhe jepini vetes mundësinë të jetoni me dinjitet, ashtu si qytetarët e Europës.